Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka shndruar sot për omazhin në Podujev me rastin e 29 vjetorit të vrasjes së Zahir Pajazitit, Akif Zeinullahu dhe Edmond Hoxhës. Përgjatë ecjes në sheshin e Podujevës, dikush prej qytetarëve e ka thirrë Kurtin me fjalët: "O Albin baba, a ke mujt?" Kurtin ecje sipër është përgjigjur shkurtimisht: Po. Avdullah Hoti ka dhënë dorëheqjen nga të gjitha pozitat që mban dhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Burimet të Gazeta Minuti brenda rrethit të ngushtë të tij bojnë të ditur se dorëheqja e Hotit vjen pas zhvillimeve në kuvendin e LDK-s, ku ai kishte shpallur kandidaturën për kryetar të partisë. Megjithatë, kandidatura e tij nuk ka hyrë fare në votim pasi kuvendi i LDK-s ka votuar për vazhdimin e mandatit të Lumir Abdixhikut në krye të partisë. Hoti kishte paralajmëruar edhe më herët se do të dorëhiqej, duke konsideruar këtë si akt përgjegjësie politike pas procesit zgjedhor të 28 dhjetorit. Deri më tani nga LDK-ja nuk ka pasur një njoftim zyrtar lidhur me hapat e ardhshme pas dorëheqjes së Hotit. Luan Gacaferi tha se vendimet për konfirmimin e Lumir Abdixhikut tregon se LDK-ja po shkon drejt muzeumit politik dhe u shpreh se partia po trajtohet si spektator nga oligarkët dhe ndikimet e jashtme brenda saj. Ai e konsideron procesin si një përzgjedhje e PDK-s dhe personave të lidhur me të, në vijim postimi i tij plot. Lumir Abdixhiku kinse po jep dorëheqje, partia kinse nuk e pranon, dorëheqja që s'dorëhiqet, refuzim që s'refuzohet dhe politik që vazhdon të na trajtojë si spektator naiv. Sidoqoftë, një gjë është e sigurt, LDK-ja po shkon drejt muzeumit politik, pra përfundimisht është kthyer në një parti politike që po vdes politikisht, sepse kështu kanë vendosur PDK-ja bashkë me Baton Haxhiun, Berat Buzhalën dhe disa të tjerë si këta. Ajo që sot ka ndodhur nuk është asgjë tjetër veç se një përzgjedhje e PDK-s, analistave dhe oligarkëve që Lumir Abdixhiku të jetë i përzgjedhuri i tyre për të dërguar LDK-n te varrezat politike, qoftë i përjetshëm kujtimi për LDK-n e Ibrahim Rugovës.